Shtirej si lypës, zbulohet e vërteta shokuese pas vdekjes së tij. Në Irak, një lypës 78 vjeçar, i cili mbijetonte me lëmoshën e kalimtarëve, ka ndërruar jetë. Të gjithë mendonin se ai ishte i zhytur në skamje dhe kështu i falnin të holla sa herë shihnin atë rrugës. Pas vdekjes së të moshuarit, policia shkoi të kontrollonte shtëpinë e tij dhe sasia e parave që gjetën brenda i la pa fjalë. Ai u etiketua si lypsi milioner, pasi të ardhurat e tij kapnin vlerën e 72.322.000 dinarëve. Gjykata vendosi që kjo shumë parash t'i dhurohej shtëpisë së jetimëve.